Hetimet për terrorizëm në Shqipëri i kanë çuar te grupet kriminale. Dhe kjo është e shkruar e zezë në të bardhë, se janë grupet e Ramës, se janë grupet e Berishës, se janë grupet e e Bashës, apo të tjera. Ata janë grupe me ata që janë pushtet në çdo rast, ati të begatojnë, duhen të bashkëpunojnë me shtetin në çdo rast. Në gjuhën policore, informacioni i shërbimit është parsor. Pastaj, si merren, si interpretohen politikisht është tjetër gjë. Fuqizohet duke bashkëpunuar me opozitën e cila nuk ka pushtet, nuk i ofron asgjë. Krimi shkon dhe aty ku është pushteti, ku mund të marrë përfitime, ku mund të hapet rruga në port, të hapet rruga në kufi, të jepet leje ndërtimi, të mos i vej pastrimin parave. Apo flasim për goditjen më të fundit që bën portin e Durrësit. Për të gjitha. Shtetin, kthesh terrorist. Për të gjitha. Kjo është kufiri, kjo është ndarja. Po. Për sa kohë kemi në begatime sipër, ata nuk mund të begatojnë dhe bashkëpunojnë ata që janë në opozitë. Me këto që thuaj bie që doktori, të gjithë protestë që bën, është fakti që nuk bashkëpunojnë me të, por bashkëpunojnë me tjetër kënd. Doktori ka një kaos politike, nuk ka ndonjë gjë me individet përkat. Doktori ka një betejë me Edi Ramën, a është Edi Rama në pushtet sepse doktori s'ka si betejë me Edi Ramën, ka 20 vjet që humbet. Mor, po dakord. Humbet me çfarë kostoje, për çfarë arsyesh? Ai nuk thot humbasun, ai thotë Edi Rama më mund mua përmes lidhjeve kriminale. Dhe nuk mund të bësh se kur nuk i ke parë ca magjistar politik që të shfaqen 11 maj më të votuarit në vend, po jo dëgjuar kurrë emrin. Emra që Sali Berisha ju ka thënë, ju ka sjell ky dhe ky në parlament. Ka dalë thotë njeriu nuk e njoh Troplin ai Balla i Durrësit, ka dalë Saramile thotë nuk e njoh Suel Çelën, ka dalë vajza në Fier thotë nuk jam e hakmarrës për drejtësinë, nuk kanë dalë thotë. Ka përmend Berisha 13 emra në parlament seancë në shkuar, askush prej tyre s'ka thënë dalë thotë unë jam punën time, jam njeri i ndershëm, s'merrem politika aq më tepër të bëj vota për partinë pushtet. As partia në pushtet, as një eksponent nuk ka dalë thotë unë nuk kam lidhje as me këtë, as me këtë, as me atë. Zgjedhje pse si fiton? Mirë, kjo në aspektin politik. Në teorinë propagandistike të Berishës se krimi më mund ndihmua është një kartë pozitive. Në rregull është. Domethënë, meqense merremi me politik, na lejohet të themi ç'të duam. Nuk thash këtë. Nuk thash këtë. Domethënë, dielli vut jashtë, bie shish shqiptar. Nuk thash. Po shkoni në plazh. Është shumë e shëmtuar që të shkosh të flasësh në gjuhë huaj keq për Shqipërinë. Faleminderit. Po shumë e këndshme. Është dhe shumë rehat të gjykosh opozitën dhe asnjëherë qeverinë. Të shkoj puna vaj dhe të mos shikosh çfarë bën qeveria. Nuk është punë rehati këtu. Tu është puna detarie. Vaj nëse qeverinë e mbështet dhe opozitën. Ka një shprehje që thotë, do më dëgjosh kur flas apo do flas me mua? Jo, unë po dëgjoj po me shumë Tani po dëgjon apo po flet? Të dyja bashkë mund t'i bëjmë. Jo, nuk do i bëjmë të dyja bashkë. Se do hyjë një tret, pastaj të bëhet 3 këndësh. Të lutem, kam 4 muaj që akuzojmë për këto gjëra. Mos, të lutem, këtu qëndro me mua. Shiko tani. Atëre, po ç'të bëj shreti? Dëgjoj tani. Atëre, nuk është çështje punët e brendshme, pra punët e familjes, nuk dalin në pazar. Vërtet, po Griselda e Kavajës si na shkojnë në Bruksel dikur, mbal mend? Griselda e Kavajës, më të ke harruar? Se si historia e një vajze që donte t'i bënte kurth kryetarit bashkisë Kavajës, u raportua në Bruksel si një krim i qeverisë Berisha, e kishin marrë vajzën në tur, e kishin bërë shtazonjë dhe kishin të drejtën ndërkombëtare. Kush e bëri Partia Socialiste? Ishte një turp e Këshillit të Qarkut Fier, kemi ndejnë 2 vjet pa votu ligjit të BE-s. I bënte PS-ja në opozit këto. Duam gjykojmë opozitën, i gjykojmë dyja para se janë sjellë në opozitë. Dhe sot kush është rezultati? Cili është rezultati? Cili është? Do gjykojmë Berishën, do themi në 2027. Do themi 2027 fajin e ka Berishën që të sta u hapë. Kishte finalen Paris Saint-Germain Inter. Fitoi 15-0 Paris Saint-Germain. Po ma po. Inter ishte Berisha dakord. Interistët duan nuk e njohin rezultatin. Ç'do bëj tani? Do ripërsëritet finalja? U bë një herë 15-0. Edhe çudi dhe ata 5 fituan. Është shumë e çuditshme numri 5 fiton.